Mirë mbrëma gjithve, ju falemderit shumë që na keni pritur, ndërkohë që po zhvillojmë biseda, takime, komunikime intenzive, tash kur kanë ngelur fare pak ditë deri atëherë kur ne duhet ta zgjedhim presidentin e Republikës Kosovës. Çështja ngelet e hapur, mundësitë janë aty, a do të shfrytëzohen, do ta marrim vesh së shpejti. Ju e dini që ne si subjekt fitues i zgjedhjeve, si lëvizje vetëvendosje bashkë me partnerët tonë, Guzo dhe Alternativa, i kemi 57 deputet, së bashku me pakicat përbëjmë mazhorancën prej 66 deputetve, por nuk i kemi edhe 14 ende që të sigurohemi që gjithçka do të shkojë mbare mirë në ditën kur duhet ta zgjedhim presidentin e Republikës. Tash ju e keni parasysh, unë herën e kaluar me 56 deputet u përpoqja që të zgjedhëm kryeministër për t'i arritur 61. Nuk u bëj mundur përkundër faktit që gjithçka u stërzgjat për shumë muaj. E tash nuk jemi vetëm 5 deputet larg, tash jemi 14 deputet larg, që e bën situatën më të vështirë, por si lëvizje vetëvendosje ne kemi mundësi që ta nxjerrim një kandidat sepse i bëjmë 30 nënshkrime. Nevojitën 30 nënshkrime të deputetve për të pasur kandidaturë. Bashk edhe me pakicat që i kemi në mazhorancë, mund t'i nxjerrim edhe 2 kandidat, për shkak se me 66 veta mund t'i bësh 60 nënshkrime. Tash edhe opozita, nëse nuk e përfshim listën serbe, janë 43 deputet. 22 PDK-ja, 15 LDK-ja dhe 6 AK-ja, gjithsej bëjnë 43. Pra edhe opozita mund të nxjerrë kandidat. Kushtetuta na obligon që ti evitojmë zgjedhjet, që të mos shkojmë zgjedhje. Kushtetuta thotë që ne duhet të angazhohemi maksimalisht që të mos shkojmë në zgjedhje. Në anën tjetër obligon edhe deputetët që të votojnë. A do të realizohet kjo nuk e di, por kushtet janë ideale që të kemi edhe 3 kandidat, ndërkohë që aktualisht nuk është asnjë. Dhe për shkak se mundësitë janë aty, unë do të vazhdoj që të komunikoj në mënyrë që edhe nesër edhe pas nesër të arrim tek rezultati dhe më pastaj edhe tek suksesi i zgjedhjes së presidentit, por tash për tash nuk mund të them se ka diçka të re, meqense në njërin anë figurë konsensuale nuk kemi, ndërkaq në anën tjetër marrëveshje politike po ashtu nuk kemi, sidomos prej se nga PDK-ja u tha që propozimi duhet të jetë partijak. E kjo e bën më të ndërlikuar çështjen. Pra nuk po flasim me emra të përveçëm, por ngelet edhe nesër e pas nesër të shohim se çfarë mund bëjmë ndoj hap përpara, sepse po e ritheksoj, kjo çështje e hapur i ka mundësitë reale, aktuale aty, por varet a do të përdorën.